Muslia për Muriqin ose Asllani. Pra, besoj që direkt kaporta kemi mësunu. Ben, unë i kam shiqu ndeshjet e funit të turqëve që i kam ba me kombëtarët që jena paraversisht cilësore sa është Kosova. Sepse unë nuk e marrë kur asnjë referencë me qenë ndeshja Turqi-Angli ose Turqi-Gjermani, sepse kundërshtari o tjetër. Po Turqi-Rumani është një farë pike referencë se jemi aty me cilësi. Dhe nëse Rumund kanë vendos me u kthy dhe me apliku mbrojtje të ulët, atëherë kokçarja e turqëve ka qenë ndeshje si me çop llokun. Kanë qenë me vertikalizime në thellësi, duke e ngret gylerin mbranda dhe duke sulmu me mbrojtësin e krahut të maj që shpesh e kanë gjyku nuk është cilësor. Ai po bën gabime në defensiv për shkak që nuk po mundet mu kthy. Për ndryshe është nga arma më fort sulmuese e Turqisë në anën e majt, që i bjen që do të ketë punë shumë me anën e djathtë tonë. Me vojvodë. Fundit Turqia ka humbur prej malit zi. Turqia ka pse humbje prej malit zi dhe pe hyrshve faror. Kemi informacionin e mos. Komente kisha ashtu. Unë besoj shumë që armën kryesore, që i ka mungu Turqisë, sepse është e pa diskutueshme që është kombëtare e madhe, ka lojtarë shumë vllaj, po kompakti ose bashkëpunimi i tyre, ata i ka mungu gjithmonë në kombëtare, lojtarë. Unë po besoj që te Kosova është shumë e fuqishme tani, sidomos sinergjia që është kriju. Plotësisht pajtona, po unë mendoj që këtu, nëse as me Suedin s'na kanë besu, as me Slovenin s'na kanë besu, aq më pak me Slovakin, unë po besoj që nëse këta gjithë lojtarët e marrin dhe të koncentru maksimalisht, edhe çush e tha Lindit e japin me zemër çdo minutë, çdo sekond, unë jam shumë i bindur që na do të kualifikohemi. Ndryshe, unë vizën për Amerikë kemi nxirr, kështu që Dhe pasioni aty është shumë i madh, një sigurisht, domethënë na e dim për ndeshjeve edhe që klubet luajnë Galatasaray, Fenerbahçe, do thotë e gjithë Turqia është në kamp për këtë ndeshje, sepse edhe atje për atë faktin që s'kan prej 2002-s pritja është e madhe, edhe domethënë është mirë kur në vlerësohesh edhe janë shumë i madh. Këta është presioni i rezultatit jo ai ambientit, sepse kom një shumë njerëz që flasin për ambientin. Këta janë futbollistë që luajnë në stadione me ka 70.000 tifaz. Ku ambienti është shumë më i zhurmë, shumë më provokativ. 4-2-3-1 lund Turqia sigurt. 4-2-3-1. Veç Arda Güler nuk besoj që ka mu pozicionu që atje, mu pozicionu që atje. S'keni me po shumë herë atje. Është mirë për neve, nëse e paralizojmë kuptimin pozitiv profesional. Çalhanoğlu'n, Arda Güler dhe Yıldız, me veprimet e tyre individuale, tekniket që i kanë nivelit botëror, atëhere na jemi në përparësi. Nëse këty ne ju lejojmë hapësira dhe mu kthyme shikim ka porta, këta janë lojtarë super të rrezikshëm dhe e bojnë dallimin. 4-2-3-1 ka me luajtur Turqia, 100%, ne kemi me luajtur me formacionin e njëjtë, gjithashtu jam shumë i bindur që s'ka me pas asnjë ndryshim. Vetëm te mënyra e lojës. Nuk besoj që s'kemi mu hap shumë nga kratë dhe Vojvoda edhe Gallapeni kanë me qenë mbrojtës pozicional, s'kanë me shku shumë përpara për arsye të rrezikshmërisë që paraqesin Yıldız dhe Arda. Ama si vjet Barish Alperi, ky Barish Yılmazi ka qenë jashtëzakonisht në formë me Galatasaray'n. Na po fokusohemi shumë ndoshta te Yıldız dhe Güleri, po Barish Alperi është fantastik. Shumë i shpejt. Edhe shumë i shpejt. Pa përmbajtës. Po, edhe shpërthys para gollit. A ka pika dopta? Mbrojtja jonë. Që ke Turqi? Po qysh s'ka? Mbrojtja. E kemi pa lojën e fundit, do detaje, do e lajtë sa i kompane. Pasimet në thellësi që i bën... Rizespar... Hiç s'ka rëndësi ekipi, ka rëndësi funksioni i pozicionit cilin e kryen në fush. 200 mbrojtësa të tyre janë më ngatë se sa 200 muston. Muslia me një pasim mundet këtu me Aslanin me krylojnë, qysh e pash, hapsinat që i lejojnë Bardakxhi edhe Agajdën. Pra, nëse i vjen ajo mundësi, na veç jemi përpara. Po gjithashtu zguxojmë Barish me leju, me vertikalizu, diagonal. Këtë Turqi besoj pajtohet edhe Rolindi. Nuk bën me leju veç me diktu tempon, me marrë lojën në kontroll. Kjo Turqi nëse e merr lojën në kontroll dhe posedimin absolut, është e rrezikshme ndaj secilës kombëtare në botë. Nëse ne di me apliku pressing të lartë dhe të mesëm mirë, jemi të kujdesshëm te këtyra taktike dhe nuk i lajmë hapësinë shumë turqëve, atëherë edhe këta i kanë dobësitë e veta, na mundna me shfrytzu në mënyrën më të mirë. Domnic, brengën më të madhe e kam kur Vojvoda. Mos pritni shumë pasime dhe lojë të bukur nga ana kombëtare son, do të ketë përpjekje që të gjetet koka e gjoksi më shumë i Aslanit edhe i Muriqit. Topat e dytë, nëse luajmë topat gjatë për Muriqin, nëse topin e dytë sa rrim me marr Aslani ose Muslia, kemi pas shumë probleme. Se me njerë kundërshtari rinis aksionin dhe zbulum shumë prapa dhe brengën më të madhe e kam te Vojvoda, po shkon shumë para, në rregull, po humb shumë topa para gjithashtu. Edhe mbrapa po lën shumë hapësina. Hapësirat e tilla nuk guxon. Edhe Kadiollo është lojtar që preferon me shku përpara. Unë mendoj Chelsea i kësaj loje është tranzicioni defensiv ofensiv.
ofenzivë. Sepse Kokgju, Jukseki edhe Çalhanoğlu po edhe Gylleri nuk janë lejtarë që vrapojnë shumë defensivë që kanë qef. Edhe si janë shpejt. Edhe nuk janë shpejt, edhe janë pak gjak nxehtë. Nëse bojnë për shembull na e gabim, nervozuen, kartona, abidin, ato mujna mi dënu. Muslia, Rexbeqa e Aslani e kanë fjallën kryesorin këtë lojë për mu, nëse dojmë positiv. Më edhe Albion Ramoni komo kon. Se cili ben? Këtu një futbolist pjesën e dytë për tranzicione komo kon shumë është kontore madhe me ekipi jonë nuk është që përgatitemi shumë për skenar të provokimeve të kundërshtarit apo. Në kësaj loje duhesh më përgatitur. A duhet më përgatitur? Gjithashtu. Duhet. Për gjithë shka. Sepse unë kom luajtur në Turqi 5 vjet gati edhe i një fort mirë turqit janë shumë gjak nxehtë edhe marrin kartona shumë shpejt. Që provokoni? Me këshillon lejtarë. Me fjalë, me duele. Po, turqisht. Vedati edhe në turqisht më fort mirë edhe na i fjalë më mësu. I dinë. Më shumë dramë, sa më po nervoz pak. Për lejtarë që besoj për na shohin tash, ata e dinë se çfarë do thotë kualifikimi në aspektin sportiv, po për shtetin e Kosovës çfarë përfitime mund të ketë kualifikimi Kupën e Botës? Po, absolutisht është, unë e vlerësoj që do të ishte sigur me u antarësu në OKB, që na e kërkojnë atë që prej shpallës pavarësisë në 2008-ën, simbolikisht natyrisht, se OKB-ja është institucion politik që ta mund të njësi shtet, po për nivelin e vëmendjes që do merrte Kosova në rast të kualifikimit, njoja do të ishte tillë, më e madhe do të ishte sigur të pranoshim Këshillin e Evropës vitin e kaluar, më e madhe mos pavarësisë, po si na pranu, kështu që besoj që kualifikimi në Amerikë edhe ndeshjet që unë në fakt nëse kualifikohemi shpresoj që Kosova mund të më bëjë shumë mirë, po na shato flasim në fund edhe në grup në Amerikë, po do ta vendoste Kosova në hartë botërore, kështu më në fund me kuptim të plotë sepse na e dimë që miliarda njerëz këtë botën i këshyrin kampionatin. Përveç që do të njoftohen me Kosovën, se ne mendojmë që bota sillet të rreth neve, po ne jemi shumë të vogël për botën. Çfarë përfitime mund të ketë në aspektin financiar, themi apo po dhe prej FIFA-s merr, sapo lexova që natyrisht nëse kualifikohet merr prej FIFA-s bonus më duket deri në 10 milionë euro. Kosova nëse kualifikohet që do të shërbente edhe për zhvillimin e sportit Kosovës, se njoja Arlind me kolegët në Slovaki të Majorkës, që erdhën ekipi i Majorkës për ta ndjekur Muriqin edhe lojtarin slovak që luan në Majorka. Në fakt ata që janë vetëgësardhën, ne s'kishim dëgjuar për Kosovën para se marrë vetat Muriqi me lujt në Majorka. Do të thotë në Spanjë, në Evropë, imagjinoje, ka shumë njerëz që dimë që nuk e kanë idenë ku është Kosova në hartë. Imagjinoje tash në Amerikë Latine ose në Azi ose në Afrikë, pra do të njoftoheshin për herë të parë. Do ta kishte shumë njerëz mund me shku në Google, me lyp Kosovën, me kështu që kanë histori të luftës që ardha deri këtu ka nënkuptuar sakrificat shumë njerëzve për me rritë deri te ky moment, edhe